Qindra studentë shqiptar të Fakultetit të Jurisprudencës në Maqedoninë e Veriut dolën në një protestë masive për të kërkuar të drejtën e zhvillimit të provimeve diplomatike në gjuhën amtare shqipe. Sipas tyre, kjo e drejtë është e garantuar ligjërisht, por nuk zbatohet ende në praktik, duke krijuar pabarazi për studentët që synojnë karriera në profesione juridike si avokat, gjyqtar apo prokuror. Protesta u zhvillua në një atmosferë paqësore ku studentët marrin pankarta me mesazhe të qarta: "Gjua shqipe e drejta jon, ne flasim shqip dhe nuk ka shtet parini." Ata theksuan se kërkesa e tyre nuk ka motiv politik, por është një çështje të drejtave themelore të qytetarëve shqiptar që jetojnë dhe studiojnë në Maqedoninë e Veriut. Si pjesë e veprimeve të tyre, studentët nënshkruan një peticion duke kërkuar zbatimin e ligjit për përdorimin e gjuhës shqipe. Sipas peticionit, megjithëse gjua shqipe ka status zyrtar, provimi i jurisprudencës zhvillohet kryesisht në gjuhën maqedonase, duke shkaktuar vështirësi dhe duke kufizuar mundësinë e studentëve shqiptar për të konkurruar në mënyrë të barabartë dhe profesionet juridike. Ministria e Arsimit dhe institucionet përkatëse janë thirrur të adresojnë këtë çështje me seriozitet institucional, duke siguruar respektimin e të drejtave të garantuara për të gjithë qytetarët. Studentët shqiptar kanë bërë thirrje për zbatimin e këtyre ligjeve të mos vonohet dhe garantohet një standard i drejtë dhe i barabartë për të gjithë pjesëmarrësit në sistemin arsimor.